Vjojnë goditjet ndaj veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura në Shkodër. Policia ka finalizuar operacionin e koduar në onët 9, duke e quar në 14 numrin e rasteve të goditura në kuadër të operacionit në onët. Gjatë kontrolleve intensive të ushtruara nga strukturat e specializuara të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër dhe Forcën e Posaçme Shqiponja, u zbulua në lagjen 10 Korriku, një ambient në formë tuneli i përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike. Sipas policisë, tuneli ndodhet në oborrin në një banese të marrë me qira nga shtetasi AP dhe ishte pajisur me sistem ndriçimi dhe ventilimi që furnizoheshin përmes lidhjes së paligjshme të energjisë elektrike. Nga kontrolli u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 555 fidan dhe 115 bimë të dyshuara narkotike kanabis, si dhe 254 pajisje elektrike, mes tyre 126 lampa, 31 panele LED, 17 filtra ajri dhe 10 pajisje të tjera që shërbenin për kultivimin dhe tharjen e bimëve. Në flagrancë u arrestua shtetasi AP 35 vjeç banues në Shkodër dhe KH 30 vjeç banues në fshatin Deg në Tropoj, të cilët u kapën brenda ambienteve të përshtatura si laborator, po ashtu u vu në pranga dhe shtetasi DS 40 vjeç banues në Shkodër. Në kuadër të hetimeve u arrestuan një punonjës i OSHE, ndërsa 3 të tjerë pollhetohen për veprën penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, ndërsa vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.